Iftarin e radhës në mënyrë të organizuar, Myftynia Shkodër e ka shtruar për këshillin e kësaj myftynie dhe imamet e xhamive të qarkut të Shkodrës. Fillimisht për rëndësinë e agjërimit ka folur myftyu i Malësisë së Madhe, Imam Edmir Smajlaj. Lutë Allahun xhel xhelalu që me vërtet ky muaj begat i Ramazanit të ndikojë në anën tjetër e cila është që njerëzit ta kuptojnë se çka është Islami. Ma përpara është ditë se muslimanët e tanë kanë agjëru, kanë marrë muajin e begat Ramazanit, ndërsa sot të vjen keq kur i shef të gjitha klubet, as edhe një klub nuk është i mbyllur gjatë ditëve të muajit të begat Ramazanit. Dhe kjo çka lën të kuptoj? Lën të kuptoj se ne si hoxhallar, ne si imamllar që prim në për vendet tona, në për xhamia tona, të bëjmë më tepër punë për mbi çështjen e muajit të begat Ramazanit që njerëz ta kuptojnë obligueshmërinë e Allahut xhel xhelalu. Ramazani nuk është gjë qefit. Ramazani është urdhër prej Allahut subhanahu wa taala dhe njerëzit janë të obligueshëm ta plotësojnë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Në vijim ka folur myftyu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Jemi mbledhur në këtë sofër të iftarit për të dëshmuar së bashku mirësitë e Zotit të gjithësisë, për të dëshmuar së bashku mirësinë e harmonisë së vllaznisë në mesin tonë. Unë jam plotësisht dakord me atë çfarë thot Imami i nderumi Malësisë së Madhe. Është e domosdoshme që secili prej nesh të kërkojmë ndihmë dhe përkrahje Zotit në këto net dhe këto ditë të mëndshme të Ramazanit për të na dhënë mundësi për të shërbyer me dashni dhe me zemër të madhe për njerëzit të cilët më së shumti kanë nevojë sot për dritën e udhëzimit. Unë lutem me zemër që Allahu subhanahu wa taala ta begatoj harmoninë tonë, vllazërinë tonë, shërbimin e sinqertë të secilit prej nesh dhe të na bëjnë shërbyes të së mirës, qelsa të së mirës. Shtrimi i iftareve në mënyrë të organizuar sa vjen dhe po zgjerohet nga Myftynia Shkodër. Sipas programit të kësaj myftynie, për muajin e Ramazanit janë planifikuar shumë iftare në mënyrë të organizuar, me qëllim që iftari të përjetohet në bashkësi sa më të gjëra besimtarësh musliman.